Zinjeri a murujt për burave në zyre, a për burave në shpet. Për me amajt zhagun një pushteti fashist e pedofilik të Trumpit, që me mujt a i me bo hotele e kazinot veta, vendos me dërgu ushtar të FSK-s në Gaza. Post kapitalizmi! Post kapitalizmi! Post kapitalizmi! Post kapitalizmi! Post! Liri për Palestinën! Liri për Palestinën! Aq ma keq është kur je gru, që mbi këtë këto edhe të shojnë fjallë, edhe të përshmojnë, edhe të prekun e ngacmojnë. Zinjeri a murujt për burave në zyre, a për burave në shpet. E mas jemi të folë për shpe, na gjot përgjithësia neve me e mbajt shpin, me i rrit fmin, që i bjen, na, gratë, me ja urit punëtor të ushtar të ardhshëm me punu e vdek për ta. Ashtu qysh edhe qeveria jon, me krejt parlamentin, pa përjashtim, për me amajt zhagun një pushteti fashist e pedofilik të Trumpit, që me mujt a i me bo hotele e kazinot veta, vendos me dërgu ushtar të FSK-s në Gaza. Të më mohu të drejtën e popullit palestines për vendosje. Ironia, kur qeveria me farime antikolonialiste, bojt një unmik në vete, a mo tash në kratë të fashizmit sionist, i një të regjim që rishtas në shkrujti marveshje me shtetin e Serbis për bashkëpunim në teknologji ushtarake. Ky servilitet ndaj Trumpit nuk është kthimi borxhit për çlirimin ton, po hudhje poshtë e shkelje mbi historinë e popullit ton në luftën kundër kolonializmit e fashizmit. Është po ashtu në nështrim ndaj logjikës së luftrave imperialiste dhe politika kapitaliste të gjenocidit, qofshin ato ndaj Trumpve, Putinve, Netanjahve, Ajtullahve. Përndryshe, shumica për këtyre emrave i gjeni në bordin e paqes. Andaj ne, antikapitalistët e antikapitalistët, i thrasim shoqet e shok tonë, punëtor, student, të papun, të organizohemi. Çlirimi i klasës punëtore nuk vjen prej udhëtësisë, as shtetit, as pronarëve, as politikanëve, e as sindikatat të vjetra burokratike. Ne i thrasim shoqet e shok të organizohen në sindikata radikale, në për mahalla, në për fakultete, grupet tona shoqënore në për qytete e rrugë, e ta marrim pushtetin dur tona. Të vetë organizohemi në frymë të horizontalitetit, solidaritetit dhe frymës revolucionare, kundër patriarkatit, kapitalizmit, shefave pronarëve, kundër homofobis, ksenofobis, militarizmit, nacionalizmit e çdo sistemi tjetër shtyps që fut ndasi në përmjet neve si klasë punëtore. Ne i thrasim të gjithë të organizohemi që t'i marrim jetët e punës, t'i marrim tokat, fabrikat, zyret e rrugët në dur tona, ta krijojmë atë shoqni për cilën sot po e thrasim, një shoqni të lirë dhe të barabartë. E nëse vota jote është injoru deri tash, rezistenca s'ka me mujt. Vdekje patriarkatit, vdekje kapitalizmit, vdekje oligarkisë, vdekje fashizmit e zionizmit, liri popujve e klasës punëtore.